vësdeshën, s'pari dëshiroj, ja mo për haj Ramazanit. E lusë Allahu Gjeleshanu, Gjelaluhu, që këtë Ramazan, që në lejoj të apresim, të shfrytëzojmë maksimalisht. Pra u kjo për hajr, inshallah në dimën Zoti, e shfrytëzojmë maksimalisht, me lutje, me dua, me lezim Kuranit, edhe ti e të lumtur, se 303 persona që janë falë me neve, dhe aty një sot dhe qomni, hedjeni, jasim pra nuk janë në simptomë. Veç Zoti e din kush ka me i pri vitu tjetër. Nese ro gjatë, e jo viti tjetër në situatën në cilën është të meti momentalisht. Por Allah është të gjithë fëshishëm, e lusë Allah në Gjeleshanët në dimoj inshallah. Lazëm, do të thonë hutbën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ka thonë në fillim të Ramazanit. Mirë, por para aty do të sqaroj veç pak. Ramazani është muaji 9 i kalendarit islam, pa i 9 muaj. Muaji i zjat 29 ose 30 ditë. Këtë vit e shinit 29 ditë ka agjerim dhe më thonë. Veshgimet pamore të henës të re dhe si pas llogarive të shumta të hartura në hadithe, fjala Ramazan vjen nga arabishtja. Ramadan që do të thotë vap ose thatësir. Aja është muaji i Islamit që do të thotë shmangja e ushqimit dhe lëngjeve, marrëdhënie seksuale, fjalëve dhe sjelljeve të kësia dhe gjërave tjera të ndaluara në Islam. Agjimi është një nga 5 shtyllat e Islamit dhe zjat nga agimi deri në perëndimin e diellit. O ju musliman, frikojeni Allahut dhe falenderoni shumë atë që a mundsoi që ta arrini muajin e Ramazanit dhe kërkoni prej tij që ju begaton e ta shfrytëzoni këtë muaj me agjërim, me namazë vullnetare dhe adhurime tjera. Ramazani është sezoni i madhërisëm dhe mejdan i zërë në veprimin e mirësive dhe faljen e gjunaheve. Njiheni vlerën e tij dhe madhëroni çështjen e tij dhe pajiseni vetveten në këtë muaj me vepra të mira dhe mirësi. Muhamedi alayhis salam arriti të jetojë në jetën e tij të agjëroj vetëm 9 Ramazane. 9 Ramazane ka agjëruar. Por mos pyetni sa bukur ishin ato. Ai në këtë muaj ishte si era, që në viste herë andej, herë këndej, për të qenë me bujar, për të zgjidhur. Nga ana tjetër dhe vetë sahabet të dëkuar dhe mësuar nga mësuesi njerëzis, Muhamedi alayhis salam, Ramazani nuk e kishin sikur të muaj tjerë. Enes radhiyallahu tregon se shokët e Muhamedit alayhis salam, kur e shihnin hënën e muajit e Shabanit, e kapnin musafin dhe fillonin me lexim të Kuranit. Atëherë muslimanët përgatiteshin të ndanin zakatin nga pasuria, ashtu që t'i forconin dhe mobilizonin të dobtit dhe fukarave t'u lehtësonin Ramazanin. Njerëzit e pushtetit i dënonin delikuentët se meritonin dënim, kurse të tjerë u afalin lirin. Tregtarët paguanin borxhet dhe merrnin ofertat e tyre ndërkohë kur e shihnin hënën e Ramazanit. Atëherë pastroheshin dhe i përkushtoheshin plotësisht ibadetit. Është pyetur sahabi i nderuar Abdullah ibn Masudi se si e pritin ata muajin e bekuar të Ramazanit. Ai është përgjigjur: kur vite muaji Ramazanit në zemrat tona nuk ishte asnjë urrëtie ndaj askujt. Po ashtu tregohet se kur vinte nata e parë Ramazanit, shokët e Muhamedit alayhis salam e kapnin njëri tjetrin për qafe dhe me lëp të sy thoshin: "Shishiro vëlla, se rritë muajin e Ramazanit." Ata përqendroheshin tek vetja e tyre, me duat, me dhikrin, namazet dhe me leximin e Kuranit, sikur nuk njihnin asnjë njeri tjetrin. Po kështu dhe prindërit tanë përgatiteshin pa muajin e Ramazanit. Lynin dhomat me gëlqere, pastronin shtëpit, agjëronin ditë të tëra për Ramazanit, kërkonin hallalin njëri tjetrit, bënin teube dhe istighfar, përgatitin fëmijët, gjithandej në përlagjet tona ndihej gëzimi dhe ndjehej ardhja e Ramazanit. Të dashur vëllezër, dua që t'i ndaj me ju edhe disa porosi të veçanta për këtë Ramazan. E para dieni të dashurit e mi, nëse shihni se ju janë mbyllur dyert e tokës, të dynjas, me Ramazanin u hapet dyert e qiellit. U hapet dera e xhenetit, Rayyan. Në Ramazan hapet derët e pendimit të shpresës, derën e jetës së re të rilindjes. Zdyti pasi në Ramazan Allahu xhaleshanu dhuron të lidhen shejtanët. Atëherë e jona është ta lidhim çdo gjë se na e vjell kohën tonë, që prish rahatin, mjedisin besimin, shëndetin dhe lumturinë tonë. Në Ramazan mbyllet dyert e xhehenemit, derisa ne duhet të mbyllim çdo derë të dështimit, të fesadit, të mëkatit, të përçarjes, të dembelizmit e tjera. Në Ramazan shtrohet sofra e Allahu xhaleshanu, sofër me begati të mëdha shpirtërore dhe materiale. Muhamedi alayhis salam thotë: me të vërtet Allahu xhaleshanu ka sofrën që syri se ka parë, veshji se ka ndëgjuar e as mendja se ka dot. Në atë sofër ulen vetëm agjëruesi.
e transmeton Taberani. Le ta shtrojnë si vjetë dhe në një sofër të madhe Ramazani, ku aty do të jetë azhrimi, leximi i Kuranit, namazi, sadakaja, pendimi, falja, ndihma, mirëkuptimi, toleranca, buzëqeshja, butësia, harmonia, jeta e re, fillimi i ri, ndryshimi, progresi, bashkimi, fitore e tjera. Vllazën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: o vllazën, ju erdh Ramazani, o njerëz, ju erdh Ramazani. Anfasukum fihi tasbih. Frymarrja juaj është tasbih. Pra kur e zëron dikush, e merr frym, tasbih bën shpirti i tij, se është agjërueshëm. Wa nawmukum fihi ibada. Gjumi juaj në Ramazan është ibadet. Je lodh, ke punua, ke ardhur të shtëpia, ke ra me fjet. Edhe fjetun shpirti bën lutje për ty, se ke i agjërueshëm. Pra në çdo moment njeriu fiton sevap. Wa amalukum fihi makbul. Punët e juaja në Ramazan pranohen. Wa duaukum fihi mustajab. Duat, lutet në Ramazan do të pranohen. Pra bëni dua, mos pritoni, bëni dua. Wa tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum. Jeti sadakat të barfuve, fukarave. Respektoni të moqmit dhe mëshirë ndaj të rive. Bani lidhet familjare të akrabas, mos këputni, mos shqisjoni atë ndalohet, mos ndizjoni me vesh atë që është ndaluar me të ndizjohet. Mëshirë ndaj jetime dhe të smundve. Merrni, bani tobe për mjë falë gabimet. Sa ma shumë, pejgamberi ka bojnë 100 herë në ditë. Qoni duart, bashkëto namazit dhe bani lutje, se ajo është koha me mirë për mu pranua lutja. E ju nas, o njerëz, shpirtat e ju e thot janë të mbarur prej punëve tuaja. Lironi shpirtat tuaj me istikfar. Shpirtat tuaj janë të ngarkuar me peshë të randë. Lesoni ato me peshë, me sejdë pra. Të gjatë, kini kokë të shtëpia, çdo natë, bar 2 rekata falni, si na file. Kur bish në sejdë rri pak, aty pusho pak, luti Zoti Xheleshanu me të ndihmua. Dhe ta dini thot se Allahu betohet se nuk do t'i dënoj ata që falen dhe bien në sejdë. Dhe gjithashtu Allahu nuk do t'i frikoj ata me zjarmin e xhehenemit, kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit. Atë që donë Allahu, duhet ta doni edhe ju. Le të jenë zemrat tuaja gjithmonë plot me dashni ndaj Allahut. Mos t'u bëhet bajat dëgjimi i Kuranit dhe zikri. Mos t'u vinë zora jo, po kënaqu me atë. Mos lejoni se zemrat tuaja të jenë të forta ndaj Kuranit, por të buta pra, të zbutën zemrat. Adhuroni Allahun dhe mos i bëni shoq atij, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Frikojeni Allahut ashtu si lypet që frikoheni. Në prak zbatojeni atë që ta folni. Duani në mes veti në emrin të Allahu Xheleshanu Xhelalu. Këto ishin fjalët e pejgamberit vllazën, pra të cilën ai ka thënë në hutbën e parë pra të këtij muaji. Bëhet pyetje tash. Meta yukfer liman lam yukfer lahu fi Ramadan. Kur ka mja falë Zoti dikujt nëse në Ramazan? Vllazën beson ja që pasojë në Ramazan, shtisë se ka mu pasua. Pra atini të lumtur që va ka mundsu Allahu me prit, mundoni ta shfrytëzoni maksimalisht. Punoni për ata tini të lumtur. Edhe me një gotuj me dhon dikujt ke fituar se vakt madh me çil iftar. Gjys hurmet mos kemi dhon dikujt ke fituar se vakt. Do thon, me thirr dikon iftar, me shku dikujt iftar, me tar dikush iftar, do të thon çdo mënyrë është se vapi i madh dhe lut Allahun Xheleshanu Xhelalu që ne edhe këtë umetit na ndihmoj që dalim prej kësaj situate të vështirë dhe ta presim inshallah faqe bardh Bajramin edhe prasun prej grije, prej gjunafeve, mirë po edhe inshallah në situatë më të mirë se çka jemi tash. Amin ya rabbal alamin.